Kemi arritur te ajetet e surës El-Kehf, ku djemt na tregojnë për gjendjen e popullit të tyre dhe thonë: "Haula'i qawmun ittakhadhu min dunihi aliha." Ky është populli ynë, të cilët kanë marrë të adhuruar të tjerë përveç Allahut, "Laula ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin." Sikur të kishin sjellë për adhurimin e tyre ndonjë argument të qartë. Këto fjalë janë pjesë e bisedës së djemve pas distancimit të tyre nga idhujtaria dhe pas debatit që patën me popullin e tyre, të cilët duken qartë se janë mushrik në adhurime, madhërojnë me frikë dhe shpresë dhe dashuri të tjerë veç Allahut madhëruar, siç edhe u lutën dhe u bëjnë atyre kurbane, dhe ky është adhurimi. Ky lloj fenomeni është shirku i popujve dhe që është shfaqur për herë të parë në historinë e njerëzimit në kohën e Nuhut alayhis salam. Në kohën e tij, kur njerëzit ishin larguar nga mësimet e profetëve dhe gjithashtu nga librat e zbritur prej Allahut madhëruar, morën disa përmendore dhe statuja për t'i kujtuar disa njerëz të mirë të kohës më të hershme dhe pastaj kaluan në adhurimin e tyre. Thuhet historia përsërit vetveten e saj dhe prandaj edhe sot e kësaj dite e gjejmë këtë fenomen në mesin e njerëzve, sa njerëz adhurojnë objekte, adhurojnë individ të gjallë apo të vdekur dhe u lutën atyre dhe shpresojnë prej tyre atë që shpresohet prej Allahut madhëruar. Pikërisht prej kësaj u distancuan djemt e surës El-Kehf dhe prandaj janë përmendur në librin e Allahut madhëruar për qëndrimin e tyre të mirë dhe animin nga besimi i pastër. Ajo që bie në sy gjithashtu nga fjalët e djemve është se ata qëndrojnë me njëri tjetrin, bisedojnë me njëri tjetrin dhe përkujtojnë njëri tjetrin, sepse siç thash, këto fjalë janë pjesë e bisedës së tyre, çfarë tregon se besimi i ka bashkuar ato akoma më shumë dhe ka formuar një rreth shoqërie mes tyre. Dhe kjo është shumë e nevojshme të jetë në mesin e besimtarëve, sepse është mënyrë për të ruajtur besimin. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ala dini khalili." Njeriu është në fen e shokut të tij. "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Le të shohë se cili prej jush me kë shoqërohet, sepse shoku ndikon qoftë për mirë, qoftë për keq.